Nderuar Ministre e Punëve të Brendshme zonja Koçiu, të nderuar përfaqësues misioneve ndërkombëtare që asistoni Policinë e Shtetit, të nderuar zoti Merkaj, drejtori i Agjencisë Mbikëqyrje Policore, të nderuar familjar, të dashur kolegë të rinj që sot certifikoheni. Sot padyshim është një ditë e veçantë për Policinë e Shtetit, për Akademinë e Sigurisë, por mbi të gjitha sot është dita juaj. Një ditë që shënon fundin e një etape të rëndësishme përgatitje dhe fillimin e një rrugtimi të ri në shërbim të qytetarëve. Ju keni zgjedhur një profesion të vështirë, por fisnik. Keni zgjedhur të shërbeni, të mbroni, të garantoni rend dhe siguri. Ky është një mision që kërkon ndershmëri, guxim, përkushtim dhe humanizëm. Uniforma që mbani sot veshur është simbol përgjegjësie dhe nderi. Kujtoni gjithmonë që për këtë uniformë kanë dhënë jetën qindra dëshmorë të policisë dhe të atdheut. Mos harroni kur, qytetarët janë të parët. Silluni me ta me respekt dhe maturi, përmbushni çdo detyrë me ndeshmëri dhe profesionalizëm. Qytetarët presin shumë nga ju si brez i ri i Policisë Shtetit. Ata presin të shohin një polici më afër tyre, më njerëzore, më profesionale, më të drejtë. Nga ana tjetër, vetë organizata pret që përmes punës tuaj të përditshme të forcohet akoma më shumë besimi tek Policia e Shtetit. Në çdo situatë, busulla juaj është ligji, jo zgjidhjet personale. Punoni me pasion dhe për ulësi. Respektoni hierarkinë, bashkëpunoni me kolegët dhe mos harroni se çdo veprim i juaj është pasqyra e imazhit të institucionit tonë. Jam i bindur që ju do të jeni shembull i korrektesës, i respektit dhe i vendosmërisë për ta bërë Policinë e Shtetit çdo ditë më të mirë, më të besuar dhe më moderne. Si drejtori i përgjithshëm do të jem pranë çdo punojësi të ndershëm dhe të përkushtuar të Policisë së Shtetit dhe po aq me vendosmëri do të qëndroj kundër kujdo që abuzon me detyrën apo cënon uniformën dhe besimin e qytetarëve. Urime për certifikimin tuaj dhe mirë se vini në familjen e madhe të Policisë së Shtetit. Ta nderoni uniformën që do të vishi dhe t'i shërbeni me krenari, flamurit dhe atdheut. Sukses!